Më 25 janar, presidenti izraelit Isaac Herzog doli para një turme që festonte atë që Tel Aviv e paraqiti si një rekord botror në dhurimin e veshkave. Ngjarja e promovuar pas një fushate lobuese drejtuar librit rekordeve Guinness, synonte të projektonte bujari, disiplinë dhe qëllim moral. Në Gaza, ku Izraeli ka kthyer trupat palestineze në qese, ndonjëherë të dekompozuar, të gjymtuar ose me shenja ndërhyrjesh kirurgjikale, kjo festu prit ndryshe. Për zyrtarët palestinezë të shëndetësisë, pyetja nuk ishte se si Izraeli kishte prodhuar kaq shumë dhurues, por nëse të gjitha ata trupa kishin dhënë pëlqimin. Zbehen e fasadës propagandistike të Izraelit e bëri vet Dr. Munir Al-Bursh, drejtori përgjithshëm i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza. Ai tha se numrat rekord të Izraelit ngrenë pyetje serioze mbi burimet e veshkave dhe organeve tjera që po festohen. Ai theksoi kontradiktën e fortë të një shteti pushtues që ka mbajtur për vite me radhë trupat palestineze në varrezat e numrave dhe në frigorifer, ndërkohë që paraqitet si model humanitar në dhurimin e organeve. Bursh përmendi rastet dokumentuara të trupave pa organe të kthyer familjeve, veçanërisht pa veshka, pa raporte mjekësore, pa dosje autopsie dhe pa asnjë rrugë ligjore për përgjegjësi. Ai kërkoi një hetim ndërkombëtar të pavarur për të përcaktuar nëse arritja pretenduar e Izraelit është ndërtuar mbi vjedhjen e organeve palestineze. Pak më shumë se një javë më vonë, Izraeli ktheu mbetet e shpërndara të rreth 54 palestinezëve në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës. Forenzike nisën menjëherë punën për identifikimin e trupave dhe për të dhënë familjeve një mbyllje, por vunëre se shumë prej kufomave kishin shenja të qarta torture dhe heqjeje kirurgjikale të organeve. Kjo nuk ishte hera e parë që jepeshin paralajmërime të tilla që nga operacioni Stukia Al-Aqsa. 10 ditë pas fillimit të gjenocidit në Gaza, pretendimet për vjedhje organesh kishin dalë tashmë në pah. Deri në fund të nëntorit 2023, Euromed Human Rights Monitor bëri thirrje për një hetim mbi vjedhjen e organeve palestineze, pasi profesionistë mjekësor gjetën prova të vjedhjes së organeve, përfshirë mungesën e kërmive të veshit dhe korneve, si dhe organeve jetike si mëlçit, veshkat dhe zemrat. Izraeli dhe mbështetësit e tij u përpoqën të frenonin përhapjen e këtyre pretendimeve, duke i cilësuar si shpifje gjaku dhe antisemitizëm. Për shkak se provat vinin nga palestinezët, thirrjet për shqyrtim ndërkombëtar kryesisht ranë në vesh të shurdhër. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi në fillim viteve 1990, kur profesionistë mjekësor palestinez dhe familjet e të vdekurve akuzuan Izraelin për marrje të paligjshme të organeve gjatë intifadës së parë. Në vitin 1992, ministri izraelit i shëndetësisë në atë kohë, Ehud Olmert, organizoi një fushatë publike për dhurimin e organeve, duke paraqitur një imazh humanitar. Në vitin 1999, antropologja amerikane Nancy Shepard Hughes filloi të ekspozonte atë që ishte njohuar për një kohë të gjatë. Si bashkëthemeluese e Organ Watch, ajo e çoi çështjen para një nënkomiteti të Kongresit Amerikan në vitin 2001. Zbulimi erdhi përmes intervistës së saj me Yehuda His, patologu kryesor në Institutin Forenzik Abu Kabir, i vetmi institucion izraelit i autorizuar për autopsi në rastet e vdekjeve të panatyrshme. Shepard Hughes deklaroi në vitin 2009 se një pjesë e madhe e trafikut të paligjshëm të veshkave në botë lidhet me izraelitët. Izraeli është në krye, tha ajo, duke shtuar se ka tentakula që shtrihen në mbar botën. Ajo raportoi se qytetarët izraelit, shpesh të kompenzuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe në projekte të mbështetura nga Ministria e Mbrojtjes, ishin përgjegjës për turizmin masiv të transplantimeve. Izraelitët shfryzonin popullata të cenueshme nga Brazili deri në Filipine. Një raport i BBC-s në vitin 2001 përshkroi një situatë ku qindra izraelit kanë krijuar një linjë furnizimi që fillon në fshatrat e Moldavis, ku sot burrat ecin me vetëm një veshk. Në vitin 2009, gazeta suedeze Aftonbladet publikoi pretendimet se palestinezët ishin shënjestruar dhe vrarë për organet e tyre nga ushtria izraelite. Megjithëse Izraeli dhe mbështetësit e tij i paraqesin këto si raste të izoluara, His dhe paleontologët e tjerë nuk u ndëshkuan. Ai nuk u dënua me burg të gjatë dhe madje vazhdoi të punonte në Abu Kabir. Me fjalë të tjera, nuk pati kurrë përgjegjësi reale
vetëm një hetim i brendshëm dhe premtime se praktika kishte ndalur. Organizata izraelite në qendër të pretendimit për rekord është Matnat Chaim, e themeluar në vitin 2009. Sipas Tel Avivit, ajo ka kaluar 2000 transplante. Megjithatë, të dhënat ngrejnë pyetje. Nga 2009 deri në 2021 u raportuan 1000 transplante. Deri në fund të vitit 2023, numri arrinte në 1277. Për të arritur 2000, duhet një rritje shumë e madhe në një kohë të shkurtër. Sipas qendrës kombëtare të transplanteve të Izraelit, numri total i transplanteve nga dhurues të gjallë për vitin 2023-2025 ishte 923. Nëse Matnat Chaim mbante të njëjtën përqindje, do të arrinte rreth 581 transplante, më pak se 2000. Kjo nuk e inkriminon drejt për drejt organizatën, por shpjegon pse bursh e vë në dyshim pretendimin. Një tjetër fakt është se vetëm 14% e popullsisë izraelite kanë nënshkruar kartën e dhurimit ADI, një ndër nivelet më të ulta në vendet e zhvilluara. Izraeli prej kohësh i ka trajtuar trupat palestinez si instrument kontrolli. Në vitin 2017, pranoi se kishte humbur gjurmët e disa trupave të burgosurve palestinez, të varrosur në varrezat e numrave. Përtej Palestinës, izraelitët janë lidhur vazhdimisht me raste trafiku organesh në botë, shkruan gazetari Robert Inlakesh. I vetmi person i dënuar në SHOBA për trafik organesh ishte një izraelit, Levi Ishak Rosenbaum. Në vitin 2010, 5 izraelit u akuzuan për një rrjet trafiku organesh, ndërsa në 2015 dhe 2024 rastet e tjera u zbuluan në Turqi. Në vitin 2018, në Qipro u arrestua Moshe Harel për drejtimin e një rrjeti global trafiku organesh. Megjithse sot këto raste konsiderohen të paligjshme, dikur izraelitët që udhtonin jashtë për transplante toleroheshin dhe madje i ngulajoheshin. Pavarësisht kësaj historie, institucionet perëndimore vazhdojnë të mbështesin ushtrinë izraelite. Në tetor të vitit kaluar, Universiteti i Kalifornisë Jugore u ekspozua se kishte shitur 32 kufoma njerëzore ushtrisë amerikane, të përdorura për trajtim kirurgjik nga ushtria izraelite. Një muaj më vonë, dolën pretendime të reja nga mjeku në Gaza për vjedhje organesh, pasi trupat e kthyer kishin shenja të qarta ndërhyrjesh. Me gjithë këto prova dhe akuza, mbetet pyetja, pse nuk është hapur ende një hetim i pavarur ndërkombëtar? Si në vitet 1990-ta, provat palestineze mbeten të mbuluara nga mbrojtja politike perëndimore, frika nga lopet dhe supozimi se institucionet izraelite mund të hetojnë vetveten.